e cila karakterizohet me rritje të sheqerit në gjak. Kjo rritje e sheqerit në gjak provokon komplikime kronike, të cilat ne kemi pas mundësin t'i grumbullojmë dhe t'ju ofrojmë sot edhe me pamje vizuele. Pse po rritet diabeti në botë, jo vetëm për shkak të plakjes së popullatës, por edhe për shkak të shtimit të obezitetit, që është një prej smundjeve kronike, të cilat e rrezikon mas shumë të pacientin që ta fitoj smundjen e sheqerit më shpejt se sa që duhet. Diku 11% të popullatës mbar botërore ka diabet, ndërsa në Kosovë diku 7.9%, bazë të punimeve të cilat janë bërë në Institutin e Shëndetit Publik, ndërsa si prediabet ka diku 6.1%. Në mbar botën çdo i 9 individ ka këtë smundje, dhe në total është diku 589 milion mbar botën. Në Kosovë, në bazë të statistikës 7.9% dhe popullatës 1.600.000, bie diku 126.400 pacient kanë smundjen e diabetit, 90% prej tyre janë me diabet tip 2, ose 113.000 bazë statistikave, ndërsa 10% janë me diabet tip 1. Në klinik diku 87% i kemi me diabet tip 2, 11% me tip 1 dhe 1.6% gestacional. Diku 15.000 pacienti kemi brenda vitit. Kemi numrin shumë të vogël të vdekjeve, pavarësisht komplikimeve shumë të mëdha të pacientëve me diabet. Ajo çka na dojmë sot të theksojmë është se diku 65% pacientëve me diabet tonë kanë komplikime kronike. Ku 53% femra, 46% meshkujt, mosha mesatare është 63 vjetë dhe koha e zgjatur, do më thonë me diabet është diku 11.7 vjetë, por maksimumi kemi edhe pacienta që kanë smundjen e sheqerit për 40 vjetë e më shumë. Sa i përket terapisë me insulinamir jemi, adin s'kemi kur fare të lashe. Me barna pak që ndurëm ato, sidomos me barët e gjenatës re, edhe nuk i kemi fut gjitha në listë esenciale, kurse ato që i kemi bazike i kemi në dispozicion. Primar është që insulina kemi gjithmonë. S'kemi të lashe. Pritje për pranim në spital nuk kemi kur. Mirë po ju e dini që për shembull në vizitat pse i përket diabetit nuk bëhen shpeshta, po caktohen mujt, 3 muaj, 6 muaj varësisht prej doktorit e prej pacientit. Do thonë për ata caktohen pritet janë termin. Mirë po për rasta që janë urgjente asnjë rast nuk prit.